Më vjen një pacient ishte moshe 3, ishe me kancer të gjuhës, me meta cerebrale. Ne vuajmë, fatkeqësisht vuajmë për cilësinë e kujdesit paliativ. Vuajmë shumë. Dhe ishte vitet para 2000 apo rreth viteve 2000 ku kishte shumë ngërçe dhe e kapin krizat në farmaci. Këtej nuk donte të jepte veten, hante dhimbjen, derisa dhimbja u bë e papërmbajtshme dhe filloi të bërtiste dhe të qante në farmaci. Pastaj, për të mos ta bërë më tragjike se sa ishte vetë historia, u detyrova që ndërhyra dhe këtu dua të shtoj një mendimin tim lidhur me sa duhet jetë hapi farmacistit në dhënien e ndihmës urgjencës. Dhash ndihmën time, u qetësua disi dhe nuk e pash më atë pacient. Dhe me shumë gjasa, duke qenë se ishte pacient i stadit terminal, ai jo shumë kohë më pas, nga ky realitet kishte kaluar në një realitet tjetër. Kisha dhe pacient të tjerë të cilët pristin radhën, u kam kërkuar leje, kam vajtur pak në pjesën e magazinës së farmacisë, sepse nuk doja të kisha asnjë dridhje zëri kur komunikoja me pacientin tjetër. Ngarkesa emocionale më takonte vetëm mua, nuk kisha pse ta përcjellja ngarkesën emocionale tek një pacient tjetër. Ai bolli ngarkuar ishte nga dhimbja e tij, nga sikleti i tij.